Mirdita, mirë se jeni ardhur në Shqip në Dritare Televizion. Kam një të ftuar shumë interesant nga Zvicra, shqiptar të Zvicrës, për të cilin më shkruan. Duhet patjetër ta kesh të ftuar zotin Sali Bislimi. Mirë se erdhët. Mirë se ju gjejmë. Ju faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Në fakt, më sugjeruan që t'ju marr, unë jam shumë e hapur ndaj sugjerimeve, sepse unë nuk i njoh të gjithë njerëzit, por ama janë njerëz që njohin njerëz, ata më thonë këtë ftoj edhe ja kënaqësi njihemi pastaj bashkë. Kështu e bëjmë votën, po më interesante po. Faleminderit megjithatë edhe pse nuk e di nga qysh, nuk ju kam pyet për më shumë, por me qenë se kur kam po emrin e tuaj, por atë isha i vdekur, isha zgju për me bashkëbisedu me juve. Faleminderit shumë, shumë kënaqësi. Kënaqësia ime është imja, po. Ndërkaq, fjalët e mira që përshkruanin propozimin për të shoqëruar juve ishin i përfshirë në iniciativa humanitare, aktivitete politike, projekte që lidhen me paqen, bashkëjetesën ndërkomunitare, promovimin e vlerave demokratike, përpost të tjerave dhe drejtori zyrës ligjore në Bern të Zvicrës, ku ka qenë aktiv gjithashtu në Komitetin Shqiptar, Kosovë, Zvicër dhe Europë. Sa kohë në Zvicër, zoti Bislimi? Ore kam 30 vite që jam këtu në Zvicër. Do të sikur shumë bashkëdhëtar tjerë që kanë për arsye të ndryshme kemi orë këtu për me punu dhe me ndërtuar Kosovën në formën edhe ekonomike. Edhe nga këtu kam filluar që në fillimet e para të jetës time në Zvicër kontributin tem kombëtar në çështjen e Kosovës, në veçantë lirinë e saj. Dhe krahas aty me përpjekje të shumta kemi arritur deri në gjendjen ku jemi sot. Të cilën gradualisht akoma nuk kemi ndalë, sepse kemi akoma punë për të vërë se kemi Shqipërinë dhe Shqipërinë etnike, të cilën e kemi pasanër dhe kemi akoma që një ditë të bëmë të gjithë bashkë. Ndërkaq, ju keni një zyrë ligjore, drejtoni një zyrë ligjore, Po, kam një zyrë ligjore që punoj si drejtar, kam një ekip avokatësh zviceranë të cilët bashkë punojmë, dhe me këtë mbroj komunitetit tonë shqiptar në të gjitha format e mundshme, duke shku nga ato veprat penale, vizitoj burgjet, shpesh edhe me shqiptar, dhe mbroj me korrektësi, me atë dashuri, duke kuptuar që shqiptarët janë dalë nga Shqipëria, por nga Kosova, tokat etnike tona, nga halli, nga dëshira. Kështu që më në një aspekti e kuptojmë më afër dhe më mirë për më mujtë, për me bëma atë kuptimin adekuat ka as autoritetet zvicrane. Në Angli na akuzojnë, përpara se të dhemi te fotot, një moment do doja ndalonim të gjitha fotot që kam, por përpara dua di diçka për burgjet. Në Angli na akuzojnë që ka shumë tepër shqiptarë në burgje se sa shka që punojnë. Akuzat të pa verifikuara, në fakt edhe të kundërshtuara nga përfaqësuesit shqiptarë dhe nga shqiptarët e punës në Britaninë e Madhe. Po në Zvicër, a ka shumë shqiptarë në burgje, përse janë kryesisht nga Kosova, nga Maqedonia e Veriut, nga Shqipëria, nga vinë? Me përshtypjen time që kam pasur deri më tani, padyshim që kemi pasur edhe shtetas shqiptar nga Shqipëria. Me atë mendimin tim mendoj që gjithmonë janë minoritetet që jetojnë në Shqipëri, se sa vetë shqiptarët në kuptimin gjenetik, kisha me thonë kështu. Do thot megjithatë janë njerëz që vinë në format të shitjes drogës, diler të ndryshëm, por megjithatë kjo nuk përbën një shqetësim në kuptimin sepse kemi të bëjmë me një minoritetin nga vendet e Ballkanit, të cilat në forma tjera janë minoritetet të cilat janë të defavorizuar në vendet dhe marrin rrugë tjera për mbijetesë dhe shumë herë dhe nga halli i tyre, nga smundjet të ndryshme, të cilat kanë pasur shpesh herë dhe emocione me ngjarje të cilat kemi pasur rastin të bisedojmë edhe të kuptojmë më mirë arsyet e tyre nuk kanë qenë vetëm që janë kriminale, por nga një halli i madh janë dalë. Për shembull kemi pasur raste të cilat duke kërkuar lek për të operuar nënën nga sytat e Greqi dhe shembuj tjerë do të thotë se kanë shtyr edhe me rrugë të gabueshme, me qenë se do me thënë, ka nevoja dhe kriminaliteti e kupton dhe i jep, le të themi, kredi në këtë mënyrë. Po, në kuptimin me formën të cilën e bojnë dhe me formën të cilën unë i kam qenë dhe jam edhe përkthyesi i Policisë Federale ndërkantonale këto, kemi pasur raste ndryshme që edhe si mediator të cilët jam munduar për me kuptuar më drejt. Do të thotë me një aspekti
jo që kam mbrojt krimin, por vuajtjet shqiptare të cilat nga holli janë dalë nga përpjekjet të shumta, problemet të shumta, nga shteti jo funksionar, nga drejtësia dhe shumë gjëra tjera të cilat Shqipërisë i vishën pa ndonjë arsyetim, por megjithatë janë me pasaportën shqiptare dhe ne do të jemi ballafaqur me emocione, me dhimbje, kështu, por megjithatë realitetin e kam njoftë edhe nga ana zyrtare, nga hetuesit, nga prokurorët, nga gjykatësit. Kështu që me një farë aspekti gjithmonë pjesën ndërmuese më të thonë që shqiptarë nga vajzat apo nga djemt, ata që janë shqiptarë 100% nuk janë pjesë e trafikit. Aha, nuk janë shqiptarë, thoni ju 100%. Po nga etnia mund me thonë. Do me thonë janë rom, me gjithë respektin që kam nga gjithë, sepse flasin shqip, por në kuptimin e ngjyrës, kuptimin e gjërave tjera kanë kuptuar që me të vërtetë janë pjesë e shoqërisë shqiptare, janë shqiptarë, janë shteta shqiptar, por megjithatë pjesa më e madhe e tyre janë minoritetet e Shqipërisë. Minoritete çfarë? Cilat minoritete? Romët kryesisht thoni? Rom. Aha, do me thoni përdorin të shkretët. Po, do me thonë janë në Rom, janë njerëz që cilët nuk jetojnë traditat tona shqiptare në formën e mendimit, në formën, do të thotë zgjedhin këta djemë që jetojnë traditat shqiptare, këta nuk merren me drogë fare këta? Shqiptarët në kuptimin janë një pakicë e vogël e cilën mund me thonë që janë shqiptarë në kuptimin e mentalitetit gjakut të gjuhës, por megjithatë pjesën ndërmuese tyre unë kam pasur që vinë nga minoritetet e vendeve të Ballkanit, përkatësisht edhe Shqipëria ka qenë një pjesë e tyre në Shqipëri, të cilët janë marrë me gjëra të ndalueshme. E kuptoj. Do thotë ne edhe si shqiptarë që kemi pas vështirësi ta gjejmë vetveten, po paramendohet edhe minoritetet tjera që do të ne të mbulojmë dhe të përkrahemi. Në momente të caktuara këta kanë herë janë kanë, po edhe në Kosovë dhe në Shqipëri mendoj është të njëjta gjë që na kanë krijuar një imazh negativ. Sa dënohesh në qoftë se të kapin për drogë në Zvicër? Po në varet tash prej formës, në qoftë se është me rrjet është pak më problem, në qoftë se është vetëm kështu rastësisht, do të thotë qëllimi edhe ekonomisë zvistrane është që mos të mbushin buxhet ashtu kështu, domethënë bëjnë ekspulse jashtë Shqipërisë, me dënimet nuk janë shumë tash për krahasim me vende tjera, por megjithatë i kanë parasysh edhe këta çështjet ekonomike të vendit që i shtyn njerëzit, duke pas parasysh se gjëja që më kalon përshtypje më shumë është se unë dua ta shpëtoj në nëntime duke ta vrarë tantën. Kështu që me një farë aspekte kjo janë një ndjenjë jo shumë barabartë, sepse po luftoj për ta shëruar në nëntime, por duke vrarë me drogë në nën tjetër. Kështu që me një farë aspekte janë gjëra të cilat janë të rënda mi kuptu, por megjithatë janë në realitet nganjëherë do të më përdor, por Zvicra është një sistem shumë demokratik, shumë human, shumë ka politikat mirë kuptimit. Do të thotë pa marrë parasysh rrethona të cilat gjenden shpesh herë na ka rënë me pi cigare me ta ngallkan me një bashkëbisedim, jo duke urrejt qenë njerëzore, po duke u kundërshtuar veprën në formën të cilën duhen të marrin lek. Pra kur vjen puna te gjykimi, pra peshohen gjërat, ata kanë. Po, peshohen gjërat, po kuptohet, domethënë edhe gjykatat në kuptimin universal, më thonë, nuk mund të dinë të gjitha, po përderisa ka një përshtypje 70% kuptohet se çka ka ndodhur, do të thotë janë edhe dënimet që pasojnë. Por me të vërtetë janë edhe ata lotët, dhimbjet. Do thotë ka njerëz për shembull që edhe nga burgu do të ndihmojnë familjet e tyre që kanë një rrugë 5 franga është një orë e punës në burgje, dhe me ato kur të bëjnë pak para mundohen që ka mundësi të dërgoj familjes time për ushqim. Kjo është diçka që është e rëndë. Ndërkohë, duke pasur parasysh se çfarë standardi jetese ka Zvicra, ata as nuk e paramendojnë këtë gjendje financiare të njerëzve që pastaj përfundojnë në burgjet e tyre. Po, do thotë është e paimagjinueshme, po tani është edhe kuptueshme sepse kemi të bëjmë me realitetin. Por me të vërtetë më kanë dhimbë çdo herë, edhe sepse duke njohur mirë rrethonat të cilat jemi gjinë ne si shqiptar, si shoqëri, si shtet, do thotë kemi pas edhe lëtë, kemi pas dhimbje. Dhe kështu.
Ka ndryshime në statistika, mund të themi ka më pak, më shumë, ka më shumë raste, është diversifikuar krimi përveç drogës, si jemi tani që flasim, 2026? Besoj që pjesë të shkeljet e ligjit bëhen krahasisht me drogët që vinë nga Shqipëria. Më thotë nga njerë kur shoh pasaportën shqiptare në ato farë çështjet e drejtësisë, më dhem zëma sepse kemi si punin dy krenore atë është problem. Kemi nevojë për me pas një ekonomi ma zhvilluar, një shtet ma funksional, një ekonomi ma zhvilluar se sot gjithçka të politizohet dhe të nënshtrohet që ka krijuar efekte shumë të padëshirueshme. Do me thënë ata na lidhin shumë pasaportën tonë me drogën. Me drogën, po. Çat merri. Është merre, po. Edhe unë jam një ndër shqiptar që punoj, por do më thonë, asnjëherë se kam di veten të nënçmuar, apo sepse kam pas parasysh se qenia njerëzore duhet të jetoj dyqysh edhe nuk është faj tek njerëzit, faj është e politika, te forma, te integrimi vendit tonë, Shqipërisë tonë, Shqipërisë etnike. Me gjithë forma tjera të cilat duhet të integrohemi në Evropë nëpërmjet punës, nëpërmjet proceseve politike që gjithë të kenë çastin punë. Puna është diçka legjitime që të bën me jetu me dignitet. E jo rrugët të cilat neve jo shumë herë na kanë kemi dalë prej aty në parime dhe ondrave tona se Shqipëria është Zvicra e Evropës. Edhe është Shqipëria padyshim që vendi më i bukur në Evropë. Edhe me një popull më të dashur dhe më të mirë. Ato nuk e kontestoj. Në fakt, kemi natyrën, kemi gjithçka, kemi njerëzit, por ende jemi në kërkim të vetes, dhe me sa duket në këtë kërkim të vetes, shumë njerëz mendojnë, ose të rinjt mendojnë që kjo është rruga më e lehtë. Rruga më e lehtë që na çon nëpër burgjet e botës, apo dhe në varrezat e botës. Kjo janë një imazh shumë pozitiv se në realitet shpirti shqiptar besoj që është populli shqiptar është më i miri në Evropë. Por me politikat gabura jemi ku jemi, por me gjithat fjalla non, shtëpi, tokë, azoj nuk kanë ndryshuar. Do të bënim një kalim të fotove regjia të lutem, me qëllim që ne të bëjmë një lloj kalimi të historisë suaj, nuk e di ishte një foto tani në Vatikan. Po, unë kam, këto është në kohët së kemi taku dhe autoritetet Vatikanit. Unë kam bërë dhe një OJQ atje në Kosovë, zëri perëndimor i Kosovës, jam kryetari i saj, për promovimin e vlerave kombëtare evropiane perëndimore, kështu që me një aspekti, edhe i lidhur shpirtërisht edhe me Vatikanin si qendër shpirtërore e gjithë shqiptarëve, po me lënë kuptimin shpirtëror. Edhe këtu kam kaluar do të çdo herë kam pas fjalën për të thënë fjalën për Shqipërinë, fjalën për Kosovën, fjalën këtu me presidentin e Zvicrës jam duke kërkuar takim dhe mbështetje për proceset politike të cilat një gjykate politike si është ajo e Hagës për mi bën një mikpritje presidentit, ndërkohë derisa të gjykimi, do të gjithmonë kam qenë një aktivist i cili ka mbrojt çështjet vitale të shtetit dhe shoqërisë tonë. Këtu jam me presidentin e Zvicrës, këtu kam një mik veterani politikës kantonit Bern, do të thotë Pierre-Yves Grivel, do të thotë kemi shkuar atje në Gjenevë dhe kemi ka po historinë e Skënderbeut, rrënjët e tona që janë shumë të thella për qytetrimin evropian, edhe këtu me një farë aspekti jam ajaura të cilët të bëj punën për sa më mirë të dukemi si shqiptar, edhe në ato afshomat e mia për Shqipërinë, për shqiptarët, sepse i njoh shpirtërisht edhe këtë jetën e kam në favor çështës shqiptare. Këtë salën vitën në atë gjatë, në atë shtatë, në momentin kur kam takuar dhe nga emri kështë një simpati shumë e madhe në kohë dhe sala më ka prit me një ngrohje, me një ngrohtësi të jashtëzakonshme si vëlla dhe kam parasysh gjithmonë atë kohën më të ligë të Shqipërisë dhe mundësinë për me përkra moralisht, me bë diçka, me shku gjuha mirë për Shqipërinë edhe me të qenë në arenën ndërkombëtare në vendet të cilat kam mujtone për me prek edhe për me dëshmuar shqiptarinë si diçka të shenjtë, të gjerët dhe nënës të rinjë. Vazhdon e mbështet Sali Berishën? Unë konsideroj jam një mik i tij, po në atë aspektin e punës që kam bërë jam më pak i thelluar në politika shqiptare sepse me njëherë shkojmë aty te ndarja dhe unë
kam dalë nga politika e mbrëmshme e Shqipërisë etnike, megjithatë dua ta shërbej kombin pa marrë parasysh se kush janë ata dhe si janë ata. Por do doje që ai të rikthehej në drejtimin e Shqipërisë siç dikur kur e ke takuar në 96-97. Do të në kohën që ka qenë, po tani drejtën me thonë tani në gjendjen aktore që jemi si shqiptar, gjërat kanë marrë prioritete të ndryshme dhe tani kemi salën e cili mbështet forcat e majta në Kosovë që nuk është fort paremi politikave si motra kështu si në një aspekti, as tani janë këto gjëra të cilat kanë ardhur ndeshën njëna me tjetrën dhe nuk është kjo do të tani kam shku në atë aspektin kombëtar, shpirtëror padyshim që Sala është kam taku si presidentin e parë Shqipërisë Demokratike, ne nuk do të harrojmë historinë. Pikërisht ne harrojmë shumë gjëra tani mundohemi me një gjë të vogël të mveshëm të prishme historinë tonë, që besoj që shqiptarët duhet të kthehen të respektojnë njëri tjetrin, për me mujt të duken më të kapshëm dhe më të arsyeshëm për me mujt me vazhdu më ato që janë. Këto me mikun tim Zotrin Dreu, këto me delegacionin, kam tash që edhe Shqipëria Lezhë një vend që admiroj të ketë me një takim me një qytet me kryetarin e një qytetit Delemon të kantonin Gjura, kam tash të kalojnë mesazhet, të bëjnë bashkimin, të njimin me Zveti dhe Zvicranët i kthejmë në Shqipëri. Do më thonë sepse Zvicranët në Shqipëri besoj që do të ishte më e mira, më e bukura e kohës. Kështu që kemi kaluar këtë, është realizuar ky? Po është realizuar takimi me një ngrohtësi, me një simpati të jashtëzakonshme dhe kemi kaluar një ditë së bashku me Perinën në Delemon të Zvicrës, kemi shkuar në parlamentin zvicran aty në ka pritë dhe kam bërë maksimumin pa marrë parasysh politikat e brendshme shqiptare, kam dashur për kryetar bashkie shumë aktiv zotin Dreu, madje ja ka dalë me të ardhurat me mundësitë që Lezhët e kaloj Shkodrës. Lezhë kastretike ka dhe obligim, sepse ajo është Lezhë gjunga bashkimit, gjunga e kombit, unë ashtu edhe marrë me Shqipërinë. Meriton më shumë vëmendje. Meriton më vende dhe qasja e Pjerinit do të ka qenë e tillë, do të thotë nuk kam pa asnjëherë fjalë të komunikim me të, kam po një ditë me vetur në për Zvicër dhe s'kam dëgjuar asnjë fjalë të keqe për shembull për kundërshtarët politik apo për diçka tjetër. Po thjesht kisha rastin për shembull që i binin telefonit se kemi mbet pa rrymë. Njerëzit nga Shqipëria, ma ndale rrymë, që hapa, thash mundesh me në telefonin. Po do të dhanë kësharime dhe në rrugën e Zvicër se si do të bëjt për punën e hallëve njerëzve tonë atje në Shqipëri që kanë mbet pa rrymë dhe fajtori është kryetari. Dishtë gjërat parashikueshme, po megjithatë janë realitetet shqiptare që do të mirën në formën të cilën mundem. Okej, vazhdoj me fotot tjera. Lutem regjia, kaloj fotot. Këto ishte pas pavarësisë Kosovës, këto kam pas një i lidhur me kishën protestante reformatore, që shpirtnisht edhe janë reformatorë. Do të thotë këto në kishën afër atë ishte kuzhina botnore të cilat çdo javë merrnin nga një ushqim nga bota dhe unë me ata kisha një kontakt shumë mirë. I thash gruas time, po ne kemi shumë thash musafir të bëjmë diçka sa spaku nuk po di çfarë më bëjmë, po i pjekmi 2 pite, po i pjekmi këtë, po bëjmë për 90 vjet. Kemi bën 90 vjet, domethënë gjithë me Zvicran për të promovuar Kosovën dhe shtetin e ri. Domethënë nga gruaja ime, nga familja ime jam përpjek bilis po këtë bëjt diçka, por pa angazhuar komunitetin e njerëzve të tjerë dhe ja kemi arrit për 3 orë punë në shtëpi, aty në kuzhinë kemi bën 100 vite me sallat, me flamurin e Kosovës, krenarinë, historinë e kështu me radhë. Dhe këto debatet të cilat kam kërkuar nëpërmjet shtypit Zvicran, kam qenë edhe shumë në shtypin Zvicran në kohrat e kaluara, po edhe tani do të thotë lidhin me Shqipërinë me interesat ekonomike, sepse gjithmonë ekonomia është ajo që e shtyn politikën përpara, jo politika nuk mundet me kanë ekonomike, të cilat halli gjithë shqiptarëve është se mendojnë tek politika që zgjidhin problemet ekonomike, që është kundërshtim me logjikën e politikave evropiane. Kështu që afrimin e Zvicrës perëndimit me Kosovën, me Shqipërinë, ka qenë dhe mbetet misioni imi, qoftë në të shkruar apo në të folur. Janë të gjitha pastaj
Po këto janë do të janë në kurat e para luftës, dëshira fillimi luftës dhe do të ishin gazetarë të gazeta ndryshme që vinin na vizitonin në shtëpi dhe një gazetar ka bërë një shkrim në gazetën kantonale këto për të treguar aspiratat tona të lirisë. Si liri më e fundit, këto gjërat të cilat kam qenë në fazët e para të gazetës zvistrane për të thirrur që mos të bëjnë amalgam mes asaj çka jena se ne jemi shqiptarë, ne nuk mund të veshmi me petkun fetar sepse çdo sen që vesh petkun fetar ne nuk e kemi sepse unë besoj për shembull që Kosova thuhet që është muslimane në kuptimin po Kosova është shqiptare, nuk është muslimane. Të gjitha gazetat i kalojmë atëre. Do të kam qenë me njerëz të aktivitetit lokal të Partisë Demokristane të Zvicrës. Edhe këto si domethënë nuk mund të jemi viktime amalgameve të ndryshme të dukme që nuk jemi, edhe të jemi ata që jemi dhe si jemi e si t'ja bëjmë tutje. Do të thotë po gjithmonë kam gjetë mirëkuptimin, frymën edhe dashurisë të cilën e kam përjetuar në gjendet e mia, jam rrit në atë frymë, do të thashë. Ndoshta kanë herë edhe këto është një nga drejtësia ndërkombëtare e Karla Denpoltës që ka arrestuar Miloševićin, këshilltari i saj politik të cilët i kam treguar që kjo nuk është kriminale, ne jemi të fundit që kërkojmë lirinë në fund shekullit të kaluar dhe çdo paragjykim ndaj nesh është edhe krim për drejtësi. Po nuk ja dolem që ta biti mas Karla Del Ponte as Hagën dhe me sa duket ne jemi peng. Lufta e UÇK-s është peng i gjykatave speciale. Po, në realitet ne nuk e kemi shumë edhe provojnë shteti i ri të gjitha duke qenë i ri edhe politika, edhe diplomacia, edhe drejtësia do të merr kohë derisa të kuptojmë. Ne kanë ardhur momente që ne jemi këto, kam edhe letër nga ky ish kryetari i Zvicrës i cili më shkruan për me inkuraju se demokracia nuk ndërtohet për një ditë. Demokracia ndërtohet çdo ditë, nuk është diçka që mund ta bëjmë magjike. Do thotë me punë, me përkushtim përditor, ne mund me kam me orë për mu barazu me kombët e tjera evropiane të cilët ne kemi ngesë pak në histori, sepse Shqipëria etnike është ndarë, ato pjesë shqiptarë që jetojnë rreth Shqipërisë, ato janë lumejt të gjakut, të vujtjeve, të përpjekjeve. Do thotë këto ka qenë edhe misioni jem si ambasador i vlera perëndimore me shpirtin tim, kuptimin pozitiv për me mujt me quë diçka një fjalë më të mirë për Shqipërinë më të gjë. Për Shqipërinë etnike. Edhe këto kam propozuar dhe kandidatë tjera për miqtë e mi, do thotë kam propozuar, kemi pas rastin edhe të implikohemi në politika federale të Zvicrës. Këto kam pas rastin të marr vajzat miqët të mi, të cilët kjo e ka emrin Qendresa Latifi, do thotë kjo ka lind kur babin e ka pas në pork. Kështu. Edhe tani shërben politikës federale të Zvicrës që nga Ka disa shqiptarë të cilët janë përfshirë në jetën politike të Zvicrës? Po, janë shumë, por momentalisht janë 2, por nga Partia Socialiste që do të pak më ndryshe, kur je socialist është pak më ndryshe. Si është? Si gjithmonë tjetër ka një sistem më central, më të komplikuar. Të mirë shpirtnisht, po megjithatë të rrinë pak frymën. Këto thamë, Kosova mundet me dhonë Zvicrës më shumë se futbollerë. Do të thotë Kosova kam parasysh në jo vetëm futbollerë, po edhe ekonomi, qenie njerëzore, punë nëpër spitale, nëpër çdo kund ku jemi, takojmë shqiptar, po jo unë kam dëshirë të jem edhe në ndjenjen shumë pozitive, do të thotë Shqipërinë ta kem në zemër pa marrë parasysh se ku jam dhe çka jam, sepse ne jemi popull i vonuar, edhe nuk na njohin fakt. Nuk na njohin, këto kam qenë edhe në të kaluarën time kam qenë edhe në kryetari i Partisë Liberale të Kosovës, koordinator për bashkëpunim evropian, dhe kemi pas rastin për më taku me liberalët demokratë të Evropës në kohra të ndryshme, edhe ato lidhjet e mia shpirtërore janë qenë gjithmonë kanë qenë kontinuitet, asnjëherë nuk janë dalë nga mosha 18 vjeçare deri sot, nuk besoj që ndonjëherë kanë najnot kanë fjetë pa mendu çka mund me bëj diçka për Shqipërinë dhe për Kosovën.
Në sfidat për të qenë kosovar në Zvicër, padyshim që Zvicra nga njëherë shiqon edhe interesat e saj strategjike, por nuk ignoron ka njëherë prezencën dhe duke qenë aktiv për Shqipërinë, për shqiptarët, nuk mund të jam çdo herë dakord, sepse nuk është edhe interesante ajo puna. Do të thotë nga njëherë jam edhe kundërshtim me politikat zvitrane të cilat duhet të jenë më transparente, më të afërta, sepse kemi mbi afër 400.000 shqiptarë të cilët jetojnë në Zvicër dhe dua që pesha e saj të jetë evropiane, të jetë ashtu siç është në realitet, e jo të bëhen politikat dyta siç kanë herë tentojnë nëpërmjet islamit politik çarse të ndryshme të cilat mundohen me na qit në iman shumë të keq. Domethënë për shqiptarët nuk janë ata. Shqiptarët janë ata që punojnë këto. Ka qenë këto 2 muaj ditë pas akuzës dikmartit të cilët isha një ndër kundërshtarët e parë, sepse nuk mundeja të mendoja që Shqipëria, shqiptarët do të ishin gjendje të bëshin trafikim të qenie njerëzore. Si është e mundur, unë kam qenë vetë shtëpiat e mia janë kollat në Bjeshkën ku kam lind dhe nga dora serbe dhe paramendohet se ata kanë mujt me pas edhe trafikim të qenie njerëzore, paramendoni që njerëzit tonë kanë vdek nga gripi dhe nga buka. Do të thotë është krim. Domethënë edhe këto kanë pas rastin të shprehna në se nuk mund të dëgjoja jo këto jam fut në redaksi kështu në mënyrë fizike, ai ku më thonë jam këtu e të thosmi se çka po ndodh. Përsëri vazhdojmë. I mbyllim gazetën atë. Vazhdojmë, këto janë çështje të cilat i kam asë student do të më qenë solidar. Këto Etopia mundet me konë ndonjëherë realitet në popujt e Ballkanit, të cilët ne kemi menduar që edhe ky Ballkan me mentalitet çapo dione si jo fort. Po siç ka thënë një shkrimtar zicran thotë që Evropa është truri e Ballkani është zemra. Zemra gjithmonë çet probleme ka pak atë. I kalojmë të gjitha atëherë dhe këto kam qenë në atë shtatën kam bërë konferencë. Konferenca ishte një konferencë me studentët e një qytetit një shkollës normale në një qytet Bilbjen. Ishte në atë shtata në kulmin e gjitha peripetive luftës, përgatitjes për liri dhe më ftojnë për me bërë një konferencë. Drejtën me thonë nuk e di çfarë gjuhën edhe sa duhet në atëherë. Por megjithatë pranova për me shku atë, kur shkoj atë me drejtor, me personalitetet të ndryshme. Ishte çështja shpërbërja e Jugosllavisë si temë jashtë kuadrit shkollor dhe unë e jam ndryshova, thash shpërbërjen e Shqipërisë në troje në vendet Ballkanit. Dhe gjithë ajo konferencë ka qenë nga ora 1:30 deri në 5, nuk më marrë mendje që do të muj me bë konferencë gjysore, por në realitet më dul 3 orë gjysë sepse ishin pyetje të ndryshme të studentëve të cilët pyesnin për Shqipërinë, për refugjatin, për arsyeën që ndodhet që shohen edhe ndihmat në formën të cilët kanë ndihmuar Zvicra, Kosovën, edhe shqiptarët në gjitha kohrat e saj. Edhe unë jam mbet tani kështu një zë me një modesti, me një përkulje, me një shërbim modest, pa menjëllësi, pa asgjë diçka kështu që më thonë unë jam vetëm punoj. Fokusi i punës cili është tani që flasim në këto kohë të 2026? Unë tani ne kemi qenë tash jam i morën pak edhe me proceset e këtij procesi gjyqësor të krerëve të OSHK-s, presidentit Thasi në Hagë. Kemi bërë shumë takime, kam shku, kam taku qeveritar evropian, natën, ditën, ju kam shku, më kanë thirrë ndarë, kanë treka, kështu me mundësim personal, me torna vetanoke, akoma nuk kam marrë një centin nga dikush për më thonë dikush a diçka ke, diçka, dhe gjithçka kam lënë familjen time ndoshta pa ushqim të mjaftueshëm. Më kujtohet Belinjarë i nisha për Bruxelles dhe gruaja e hopa të parë frigiderit edhe shoh që nuk është një bushë dhe unë udhëtoj për Bruxelles. Ç'është jetash më vonë. Për të mbrojtur interesat tona vitale të shqiptarëve. Si ja shikoni të ardhmen e gjyqit? Do kemi lajme të mira? Besoj, jo, do thotë kjo gjykatë është politike. Kjo gjykatë nuk ka fakte, nuk ka themel. Kjo gjykatë ka qenë një vendime raciste të cilat ne edhe i kemi si Shqipëri, si shqiptarë të cilët fatin e tonë kanë drejtuar të tjerët.
edhe kanë paragjyku, domethënë edhe kjo është në frymën e atyre, edhe unë vetë kam takuar Dick Martin, ashtu një herë rastësisht më është dhënë mundësia, edhe i kam thonë Dick Martin, zotëri Dick Martin, mos keni frikë nga unë jam shqiptar i Kosovës, por aja që keni po jo nuk është njerëzore. Thot zotëri Bislimi, thot mu më është dhënë një raport, mu ka shkruar një raport dhe në raporti ka qenë i mbushur shumë atje por duke menduar tek serbët atje. Thot po unë nuk di a ka bën krime, domethënë edhe vetë themelusi iniciatori i kësaj do të thotë nuk ka ditë asgjë se çka ka ndodhur atje. Por kjo ka qenë thjesht politike dhe si gjykat do të më gjykojë mbi provat, jo mbi thashetëmet. E ne nuk do të më leju si Shqipëria etnike, unë me keqardhë shoh, domethënë edhe Shqipëria dhe Kosova me sa vonesë kanë ças gjykate speciale. Kjo është krim vetvete. Kjo është e patolerueshme. Këto për shembull unë kam arritur me mor 30 nënshkrime deputetëve zotëran për të mbështetur drejtsinë dhe barazinë dhe e kësaj gjykate dhe nuk kemi gjetur ne shqiptarët tonë në Shqipëri apo në Kosovë të cilët solidarizohen, kuptohen mbi themelin e çkës liria është identiteti i gjithë shqiptarëve. Ne kemi çliruar një pjesë të Shqipërisë. Ne nuk kemi bën diçka tjetër, vetëm një pjesë të Shqipërisë natyrale kemi çliruar. Dhe të jemi kaq të zëmt, kaq të ngadashëm, kaq të kush mendon punë tonë aty kryen, do të më kryejnë. Edhe pikërisht ne do të jemi ata që nga vendi ku jemi të ndihmojmë këtë kauzë. Edhe unë kam ndihmuar në formën time të mundshme personalisht, siç thash, pa ndihmën e askujt. Vetëm me idetë e mia, me mistë. Një urim për shqiptarët kudo janë për ta mbyllur këtë emision, që i përket një televizioni që i drejtohet diasporës, i drejtohet shqiptarëve kudo që janë. Kudo e ti ka Shqipëri është logoja. Po, shqiptarët të duhen më shumë me zvete, pa dashuri s'mund të avancojmë. Dashuria është unë do të them shpesh herë uroj ku vinë pushimet njerëzit shkojnë deti, po të kthehen edhe me nuse nga Shqipëria, të marrin Shqipëri nuse nga Kosova, se kështu bëhet bashkimi më formal dhe dashuria lidhet me një. Unë nuk e kuptoj se si është e mundshme për shembull njerëzit gjojnë nuse në Tajland atje shkojnë dashurohen, por ne çka kush na pengon të jemi më ta duajmë unitetin më shumë sepse unë kur të vinë në Shqipëri jetoj, më çelët zemra, jam në tokën e gjerë, në tokën tonë, kam një emocion me cilin më shoqëron. E do thotë këtë emocion ju kisha thonë çdo shqiptarëve dashuri më shumë me vetë. Pra, jo vetëm të dashurohemi dhe të martohemi më shumë mes vetes në shqiptarët, se ky është bashkimi real. Ajo është më e qëndrueshme, familja atëherë nuk të lënë me bë aventura të rrezikshme. Do të thotë, ne duhet të duhemi më shumë mes vete, sepse dashuria është medikament i shpirtëror i njeriu. Do të thotë atë do të prekim edhe me mujt me vazhdu edhe me ato që. Për Shqipërinë, për vlerat tona patriotike, heroike, të cilat ne kemi si themel dhe ato do të ndërtojmë. Zoti Bislimi, shumë faleminderit për këtë intervistë, ishte kënaqësi. Kënaqësia ime edhe ju përshëndes dhe ju dua Shqipëri ku jeni shqiptar, ku jeni me zemër nga një Dardani vogël. Faleminderit, përshëndetje të gjithë shqiptarëve në Zvicër edhe jo vetëm, kudo që jeni, ju e dini, kjo është drejtarja juaj e cila kthehet në një ehon të madhe dhe të rëndësishme të zërit tuaj në rast se bëni subscribe, sepse sa më shumë të jemi, aq më i fortë është zëri. Dhe që të jemi shumë, dhe të kemi një zë të fortë, duhet subscribe. Tek dritare, subscribe tek Rudina Xhunga. E tham, po shkojmë 500.000. Nuk kemi vajtur, jemi rrugës, madje na duhet kohë të i vemi atje, por unë e di që është çështje kohe. Shumë shpejt do të jemi 500.000 ndjekës, e më shumë në vazhdim. Por jo vetëm numra, por cilësisht njerëz besnik të një kanali ku ndihen bashkëpunëtor, jo vetëm se klikojnë, por sepse flasin, komunikojnë. Ne duam komunikim. Janë dritare.